në përzhvillimin e vendit. Sot e kemi në fokusim Prishtinën. Në Prishtinë ne kemi një traditë pune, jo më të mirën dhe asnjëherë si mburë me të, por megjithatë kemi qenë pjesë e jetës politike në Prishtinë. Në momentin e sotëm, ne me energjitë e reja, me situatën e re të krijuar, po shkojmë edhe i hap më tutje, po dëshirojmë me i dalë hakut, me i dalë përballë qytetarëve të Prishtinës dhe Prishtinës si kryeqytet i yni. Për me mujt me pas sukses në këtë punë, nga kryeshia kemi emëru zotëri Besnik Tahirin me i marrë përshtypjen të gjitha punët organizative, me të një strukturë në Prishtinë dhe me u aftësue për zgjedhjet komunale që vijnë. Që do të thotë se në bazë të vendimit të kryesisë, që në Prishtinë me pas një delë dhe me pas 9 delë në të gjitha lagjet e Prishtinës dhe vendbanime të tjera, fillojmë me bë gati strukturën nga dita e sotme. Struktura mundet me dalë e suksesme vetëm në rast se gjithë ne e kuptojmë se është e jona. Vetëm në rast se secili prej nesh e sheh se kjo strukturë është e tij, e saj. Besniku ka dhënë prova të njohjes ose të aftësimit vetë në tema që lidhen me pushtetin lokal. Është marrë me tema të qeverisjes së partibërjes në këto etapa dhe njëkohësisht e ka edhe vullnetin me dhënë prej vetës të tërën që secili nga ju me pa suksesin së bashku, me arrit së bashku. Duke qenë se është kështu, unë ju falenderoj për takimin e sotëm, për ardhjen që keni bë dhe njëkohësisht ju ftoj që në një mision tonin me e shkurtu, pra mos me u zgjatë rruga deri në përgjithësi, me shku në rrugën më të shkurt dhe më të shpejt deri te përgjithësitë e marruna, në mënyrë që sa më shpejt me fillu me ndryshu gjendjen në vend, të shkojmë së bashku. Faleminderit shumë. Jeta si tonë shfarë se gjitha zgjedhje e shumë më pak. Ne në Aleancë, në momentet kyçe i kemi bërë zgjedhjet e duara mbi të gjitha falë Ramush Haradinaj. Kemi ditë shumë mirë edhe në kohët e luftës, edhe në kohët e paqes, edhe në kohët e sprovimit me drejtësinë ndërkombëtare, që interesi i shtetit të Kosovës, interesi i qytetarit të Kosovës është shumë i lartë, shumë i rëndësishëm se interesi jonë personal. Kështu do të jetë edhe tash e tutje. Jemi të sigurt që me propozimet që kemi bërë me Besnikun në krye të degës së Prishtinës, do të jemi në gjendje ta bëjmë një shkundje të madhe në Aleancë në Prishtinë, ta kthejmë dinjitetin politikës, ja kthejmë besimin qytetarëve të Prishtinës, në udhëheqjet të Prishtinës dhe ta bëjmë Aleancën parti e cila do të ngrijë Prishtinës tash e tutje. Ju falenderoj. I'm going to do something a little bit different than the typical activist speech for Ramush. We've talked a lot about the work that has to be done. And I want to spend just a few minutes with a serious conversation with you. And he's asked a man who I have great respect for. He's very intelligent. He's dynamic. He has energy. He has great capacity. And he has great character. So I'm going to ask all of you to help this man help Ramush. I'm going to ask you to help Besnik Tahiri. Zotin Besnik Tahiraj që të merr fjalën. Faleminderit shumë. Nëse ne si Prishtinas, si qytetarë të këtij vendi, e të këtij kryeqyteti, dëshirojmë të jemi pjesëmarrës në atë që quhet vendimarrje,
në atë që quhet proces politik dhe në atë që quhet ndikim në shoqëni, atëherë ju ftoj të gjithë ju që ta pyetni veten se në çfarë situate, në çfarë fuqie, në çfarë ndikimi është sot një prishtinas. Dhe mbi gjitha, çfarë ambienti dhe çfarë hapësire dhe sa i barabart është në Kosovën e pavarur një prishtinas i cili dëshiron të kërkon punë, i cili dëshiron të kërkon ambient, i cili dëshiron të ketë zo në qytetin e vet, në vendin e vet, të cilën e shijojnë këtë Kosovën. Duke qenë se Prishtina është qendra administrative e vendit, është pasqyra, është fotografia e Kosovës, e vendit matri në Evropë, edhe për nga demografia, por edhe nga mosha vet, unë kam pranu me përgjegjësi të madhe dhe me kënaqësi të vërtetë dhe do ta kryej me nder përgjegjësinë që më ka japur kryetari Haradinaj, kolegët e mi të kryesisë, për të punu në Prishtinë, për të forcu degën, për të ngritë strukturat, për të avancu konceptin tonë dhe mbi gjitha për ta sjell Prishtinasin në vendin ku e ka, në vendimare të qytetit e mbi gjitha në vendimare të vendit. Andaj, ne pas një bashkëbisedimi që kemi pas me kolegët tonë të kryesisë, me ekstern fushës, me miqtë e mi, me bashkëtarët, e kemi nisë këtë program me këtë që ne e quajmë Aleanca për Prishtinën. Për këtë, ju ftoj të gjithë dhe që të bashkohemi dhe ju garantoj se do të jem afër juve dhe gjithë ne do t'ju prekum, do të komunikojmë në mënyrë që të bëhemi nisje, në mënyrë që të bëhemi element, në mënyrë që të bëhemi nxitje për ndryshim. Ju falenderoj. Gëzuar. Kështime së mjë kohë. Vedan? Arista,